shqiptarët që kanë mbërritur në Ekuador, fal njohje dhe lidhje me grupet italiane kryesisht, por edhe me grupet që veprojnë në Holland apo edhe grupet që në Holland në portet e Rotterdamit edhe të Amsterdamit, në portin e Anversës në Belgjik, apo disa porte në Spanjë, kanë kryesisht rolin e logjistikës, pra të magazinimit edhe të përpunimit fundor të lëndës narkotike, një pjesë, edhe pjesa tjetër sigurisht që kanë rol të rëndësishëm në financimin e importit të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Ky mendoj që është një rol më i rëndësishëm që kanë shqiptarët, por apo ata shqiptarë që janë të përfshirë atje, sepse sigurisht që duhet kuptuar që është krijuar një perceptim që në Shqipëri që diku besoj për mungesë informacioni, por diku edhe për shkak të mashtrimit me informacionin, është krijuar perceptimi që shqiptarët janë drejtuesit më të mëdhenj të karteleve të trafikut të kokainës në vendet e Amerikës Latine.